Në Komisionin e Ekonomisë, shqyrtimi i projekt buxhetit për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për vitin 2026 u shoqërua me debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Deputetët e Partisë Demokratike kërkuan pranimin e ministres Belinda Balluku, duke theksuar se raportimi nga përfaqësues të dikasterit nuk mund të zëvendësojë përgjegjësinë direkte të saj për menaxhimin e fondeve publike. Ne kërkojmë që këtu të jetë ministrja zonja kryetare, sepse është shumë e rëndësishme, jo vetëm flasim për buxhetin, por të flasim për shumë çështje tjera të nxehta, të cilat kanë lidhje me transparencën ndaj publikut, me përdorimin e fondeve publike, kanë lidhje me projekte të mëdha infrastrukturore, për cilat ministria, dhe po i rendis këtu, tuneli Llogaras, aeroporti i Vlorës, e sa tjerë, ministria prej kohësh dhe ministria prej kohësh ndodhet në një të themi situatë as pak të këndshme. Në komisionin që është komision përgjegjës, Komisioni i Ekonomisë, zonja Balluku të nxjerrë të justifikim dhe të thotë që jam jashtë, mundet që në mungesë të ministres, raportimin e bëri zëvendësministre Angelida Muçaj, e cila prezantoi projektet prioritare që pritet të financohen gjatë vitit të ardhshëm. Muçaj vuri theksin te zhvillimi i infrastrukturës hekurullore dhe modernizimi i transportit publik. Në buxhetin 2026 shifet mirëqartë që kemi një mbështetje buxhetore për sa i përket linjës hekurore Tiranë-Durrës dhe Rinas, i cili përfaqëson një nga ndërhyrjet kryesore të domethënëse të infrastrukturës hekurore në vend. Një element shumë i rëndësishëm tjetër që gjen qasje në këtë buxhet është edhe ndërtimi i stacionit qendror të Tiranës si një simbol kombëtar të nderuar. Dhe në fakt do të sigurohet lidhja me dhe do të vi pranë në zonën historike në fundin e bulevardit Zogu i Parë, pikërisht qendra e re e Kurudës, themi lidhja e korridorit me Vlorës dhe aeroportit të ri të Vlorës, i cili gjithashtu është një tjetër investim për 15 kilometrash për të mundësuar ndërlindjen me qytetit dhe këtij aeroporti, dhe një pjesë tjetër ka të bëjë me ndërlidhjen Sukt Porto Romano. Këtë e kemi diskutuar madje në pyetjet tuaja për të siguruar pikërisht ndërlidhjen ndërmjet portit të ri tregtar dhe këtij rrjeti korridor. Nuk po e diskutojmë më tej pikërisht me lejen tuaj. Sipas dokumentit të projekt buxhetit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të ketë një fond total prej 77.2 miliard lekësh për vitin 2026, duke renditur atë ndër institucionet dhe financimin më të madh në qeveri.